Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve është një periudhë sa pozitive, po aq edhe e lodhshme. Është e lodhshme sepse kemi një rritje në çdo aspekt, është pak a shumë po zëroheni në të gjitha nivelet, prandaj dhe kjo do të thonë në disa momente edhe dhimbje të rritjes pra. Dhe duke qenë se është edhe një farë shpërqendrimi, sepse nuk dini se ku të fokusoheni, kjo do thotë që disa mundësi mund të mos i kapni. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që gjatë javës në vazhdim të bëni një plan. Se cilat janë gjërat më të rëndësishme, të fokusoheni aty dhe t'i merrni me gradë, pra, cila është më e rëndësishme, e para, e dyta, e treta, pak a shumë, dhe t'i bëni në atë radhitje në mënyrë që të jeni më tepër efikas. Nëse bëni këtë, në të vërtet kemi mundësi vërtet shumë të mëdha që të rriteni. Duke filluar nga dita e premte e tutit, në bazitetit së premte më të themi, duke qenë se edhe dielli do të ketë kaluar tashmë tek shenja e dashit dhe do të jetë në takim edhe me drejtuesin tuaj, do të kemi një fokusim shumë më të madh në krijimin e një begatie ose të ardhur materiale të mira. Fokusimi më i madh do të jetë këtu. Dhe në qoftë se ju e ndihmoni këtë aspekt të jetës tuaj, pra filloni që të bëni disa investime në këtë aspekt. Këtu bëj fjalë më tepër për investimin e kohës, pra që të kaloni më tepër kohë për të zgjidhur problemet ose pengesat që keni pasur deri në këtë moment në lidhje me këto tematika. Do ta keni shumë të thjeshtë duke filluar nga dita e premte tutje që të merrni të ardhur materiale më të mira. Kemi ndikime shumë më të fuqishme duke filluar nga dita e martë e tutje, duke qenë se hëna do të jetë i vendosur tek shenja juaj. Kjo do të thonë që pavarësisht pesimizmit që mund të ndjeni në momente të caktuara, arrini që të shikoni dritën në fund të tunelit, prandaj dhe keni dhe më tepër aftësi që të gjeni zgjidhje pothuajse të gjitha problemeve. Siç e thash, jeni duke zgjuar në çdo aspekt të jetës, një ndër ndikimet më të fuqishme madje në këto momente është zgjerimi i rrethit shoqëror dhe zgjerimi i vetën si individ dhe fillojmë që të krijojmë edhe vendin për personin e jetës tonë. Sidomos persona që nuk kanë pasur një lidhje për një periudhë shumë të gjatë, mund ta ndjejnë vërtet shumë të nevojshme në këto momente që të jenë më tepër social, që të fillojnë që të shikojnë dhe person, pak a shumë automatikisht fillojmë që të shikojmë të gjithë personat që kemi rreth rrotullt dhe me atë sy që a është apo s'është i përshtatshëm ky individ për mua. Kjo është diçka pozitive, por gjithsesi do t'ju këshilloj pas datës 22, sepse deri në atë datë Mërkuri është në retrograd dhe është i vendosur, ose më themi, ky retrograd është tek shenja juaj, prandaj dhe jeni më të hapur se të gjitha shenjat e tjera për të manipuluar veten tuaj dhe për të bërë zgjedhje të gabuara, sidomos përpërsëris në qoftë se keni një periudhë shumë të gjatë që nuk jeni në një lidhje. Edhe për ju kemi një rritje kolosale në karrierë, sepse kjo është vërtet një periudhë ku mund të krijojmë burime të reja për të ardhur materiale, prandaj të këshilloj që ta përdorim. Përtej kësaj, ju jeni dhe shenja më e prekur nga ky ndikimi që kemi këto momente që ndihemi para rëndese, sepse ju e ndjeni shumë më tepër këtë lidhjen që kemi ndërgjegjën kolektive. Jeni për këtë arsye dhe një nga shenjat që mund të ketë ëndra shumë më të gjalla dhe që ju bën dhe pak të lodhur dhe në jetën e përditshme, prandaj edhe për ju do t'ju këshilloja që të bëni më tepër të opozim, duke qenë se pak më tepër dielli gjatë gjithë kësaj jave do të ketë një kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja e Demit, që është në shenjë toke. Faleminderit. Pafshim.